I përgazoi studentët për protestën dinjitoze dhe vetdijen e lartë qytetare që e dëshmuan sot. Kërkesa e tyre është e drejtë dhe siç ju kam premtuar edhe në takimin tonë të parë, këtë çështje do ta zgjidhim. Për herë të parë pas pavarësisë së shtetit, provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Kështu ka shkruar në Facebook kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami, duke pohuar se elita milionere e ish-pushtetit, e cila siç thotë tentoi të kontrabandohet në krye të kauzës së pastër studentore, sot dështoi keq. Sipas tij, ky popull i njeh mirë, tinzit e tyre nuk kalojnë. Por pas takimit me zyrtaren e ambasadës amerikane në Shkup, një nga krerët e koalicionit Blen u prononcua edhe para gazetarëve. Përkrahim çdo protestë studentëve dhe ashtu siç e kemi deklaruar që nga kryeministri dhe eksponent tjerë të qeverisë që ne garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet ashtu si duhet, por është ironike ajo që partitë opozitare veçanërisht BDI sot ka dalë në përkrahje të studentëve për të zgjidhur problemet të cilat ajo ju ala këtyre studentëve. Por mund të them që jam krenar se sot studentët janë të lirë të protestojnë, edhe përkundër faktit që kjo çështje u është garantuar që do zgjidhet, përkundër asaj që e dim që më herët BDI bënte të pamundurën që të pengoj studentët të protestojnë edhe në vitin 2015 kur studentët u quan për të drejtat e tyre, atëherë BDI bëri të pamundurën që mos i lejoj që ata të dalin dhe të protestojnë, dhe i dim gjithë ato skenar. Prandaj kjo dyftërsi e BDI-s tregon vetëm për ata më shumë se sa për ofertën që mundohet t'ju bëj studentëve për ti do kisha thënë keq përdorur vullnetin e tyre dhe dëshirën e tyre dhe të drejtën e tyre legjitime që edhe këtë rast provimi i jurisprudencës të jetë edhe në gjuhën shqipe. Protestën e studentëve kanë ndjekur edhe deputet e zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Bujar Osmani përmes një postimi në Facebook thotë se në protestën e studentëve ka qenë si ligjërues, si prind, po edhe si politikan. Ishte një vorbull emocionesh, nga njëra anë unë ndjeva krenar për një gjenerat që nuk bën kompromis për dinjitetin e vet, por të njëjtën kohë unë ndjeva edhe keq për ku e kanë sjell disa politikanë shqiptar këtë popull në pak vite. Shkruan Osmani duke potencuar siç thotë prapa këtij degradimi ka emra dhe mbiemra konkret të cilët sipas tij kanë me mbet në faqet e errta të historisë. Ka reaguar edhe Arbar Ademi i BDI-s pas publikimit të pamjeve në rrjetet sociale ku një qytetar i kërkon të largohet nga protesta. Personin në fjalë, Arbar Ademi e ka identifikuar si aktivist të Izet Mexhitit, duke pohuar se ky provokim ishte për kamera duke dashur të kompromitohet një kauzë studentore dhe jo partijake, siç thotë për ta mbrojtur Pillkovin dhe hajnit e tyre. Vleni erdhi për ta prishur protestën, por nuk ja doli. Studentët do t'ja dalin ban, deshën apo nuk deshën ata që sot frika u ka hyrë në palc, thuhet në postimin e Arbar Ademit.